Zonja dhe zotrinj, mirë se erdhet në 1+1. Rekonstruimi i qeverisë nuk është thjesht një ndryshim teknik i posteve, por një test i vërtet force për balancët brenda shumicës dhe për peshën reale të aktorëve politik shqiptar në pushtet. Pyetja nuk është vetëm se kush hin dhe kush del, por kush mbetet realisht faktor vendimarrës. Në këtë kontekst, teksa diskutohet për formatin e ri qeveritar, shtrohet pyetja politike. A do t'jetë vlen partneri barabart në qeveri, apo do t'jetë një rol ku do t'varet nga dinamika e VMRO-DS? Pavarësisht largimeve apo rikonfigurimeve të mundshme të ministrave shqiptar, e shtojnë edhe më shumë tensionin mbi perceptimin e fuqisë reale politike. Ndërkohë, çështje të mbetura pezull si jurisprudencë në gjuhën shqipe dhe ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, po kthehen në testin më të qartë të seriozitetit institucional. Premtime të dhëna shpesh, por zgjidhje ende të pakonsoliduara, i themin, në praktik. Për këto dhe shumë çështje tjera, përgjigjet më të hollësishme sonte në 1+1 për herë të parë kemi nën kryetaren e Vlenit dhe njëherët edhe deputetja e Vlenit, Mimoza Musa. Ndërkohë unë pa humbur kohë, Mimrama, mirë se erdhe dhe faleminderit që pranoi ftesën, i themi në këto momente zonja Musës. Mirë se erdhe, faleminderit që pranoi ftesën. Zonja Musa, a do dal Vleni fitues apo humbës nga rekonstruimi i paralajmëruar? Unë mendoj që do dalë gjithsesi fitues. Çdo frymë re sjell rifreskim të gjithë vizionit të Vlenit. Kush do të fitojë më shumë ti? VMRO-ja, partia e di apo Vleni? Nuk është çështje fitimi, është çështje të gjenerojmë politika të cilat do ju shërbejnë qytetarëve. A është Vleni sot më i fortë apo më i dobët tani, para rekonstruimit apo pas rekonstruimit? Çfarë tregojnë analizat aktuale që ju i bëni brenda partisë? Ne kemi bërë një plan në 100 ditësh e parë të qeverisë, ku të gjithë funksionarët kanë nënshkruar që do të shërbejnë me ndërgjegje dhe do të shërbejnë qytetarëve dhe institucionit që të jetë sa më demokratik. Si pas kësaj, dhe më thënë në fund të këty, para se të hymë në rekonstruim, do të shqyrtohet ky raport dhe në këtë frymë do të vendoset, dhe më thënë, për frymat të reja apo vazhdimësia e atyre funksionarëve. Por apo e konsolidon Vleni pushtetin apo ndoshta apo e humb ndikimin në qeveri? Gjithmonë duke u bazuar akuzave të BDI-s, e them. Unë mendoj që kemi qenë të konsoliduar, do të vazhdoj ashtu. Po, a ka ministra shqiptar që do të paguajnë faturën politike nga ky rekonstruim? Unë nuk do të quaj pagesë fakture, ashtu si që përmenda, qëllimi është të rifreskojmë, të sjellim energji të reja, kushdo që nuk ka qenë në shërbim të qytetarëve, kushtimisht do duhet paguaj një faturë të ati. Sa ministra shqiptar do të largohen dhe sa të rinj do të emërohen? Sot kanë qenë liderët në takim me kryeministrin, pas këty takimi dhe me thënë do duhet të ullet presidenca edhe të merret vesh për ndrim resorësh apo ndrim të ndonjë ministrie. A është Fatmir Limani viktima e parë nga rekonstruimi paralajmëror apo jo? Jo, unë mendoj që Fatmir Limani vetë deklaroi që nuk është pjesë e Vlenit, andaj nuk do ta quaj viktimas pak. Po pse është mbyllur përfundimisht dera e bashkëpunimit mes Vlenit dhe Fatmir Limani për shkak të kësaj deklarate apo ka diçka tjetër që ne ndoshta nuk e kuptojmë tani? Jo, a Vleni në asnjë mënyrë nuk ka gjeneruar politika përjashtuese, as në këtë rast. Kështu ka qenë vendimi i zotri Limanit, edhe neve në takon. Ama nuk është se zonja Musa se ju shkojnë bashkë shumë komunikimi i mirë. Nuk është që keni komunikimi i mirë, apo është perceptimi gabuar? Mes Vlenit dhe Fatmir Limanit. Unë mund të flas personalisht, nuk kam pasur një komunikim të shkëlqyer me zotri Limanin, andaj që vendimi i tij për mos qenë pjesë e Vlenit ka qenë ajo që është për nuk do ta propozoni, përderisa i thotë se nuk është pjesë e Vlenit, nuk do ta propozoni si ministër. Por nga ky këmbvështrim në këtë distancë kohore, kur tashmë qeveria të themi ka kaluar gjysmën e mandatit të saj, apo hyn qeveria në fazën ku është më e fortë apo në fazën më të brishtë të mandatit të saj? Unë mendoj që jemi duke hyrë në fazën më të fortë. Tani jemi duke gjeneruar disa ligje edhe duke sjellur disa ligje të cilët janë në shërbim të gjithë qytetarëve. Disa ligje të cilët janë dashur të sillen prej para 20 viteve, tani po sillen edhe mendoj që jemi në fazën më të fortë. Por a është VMRO-DS partner, të themi partner barabart apo vendimarrës mbi Vlenin? Ne jemi partner të barabartë.
fatkeqësisht ose fatmirësisht, këtu votat për partitë politike shkojnë në bazë etnike, edhe si rrjedhim i asaj kemi edhe këtë forcë politike të njërës parti apo të tjetrës parti. Po sa është ndikimi i vlenit në vendimet e qeverisë sot? Vendimet qeveritare merren së bashku në bisedim me partnerin kryesor të qeverisë, andaj që mendoj se ndikimi është plotësisht në konform asaj që kemi rënë dakord në fillimet tona në diskutimet e 2024-s, edhe në këtë frym pastaj edhe secila politikë sillet. 2 vite në pushtet, çfarë kanë fituar më konkretisht shqiptarët sot? Çka kanë fituar duke numëruar 1, 2, 3, 4, nëse kanë edhe më shumë, dhe duke biseduar në pjesën e dytë të intervistës. Patjetër, domethënë, e kemi autostradën Shkup-Llaç, e kemi korridorin 8, e kemi ligjin e medreses, e kemi statutin e Nën Terezës, e kemi 100 milion buxhet për komunat shqiptare, kemi ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat edhe shumë të tjera që mund të flasim. Po nuk e kemi zgjidhur çështjen e jurisprudencës. A mendoni se vleni ka dështuar në çështjen me premtimin e dhënë se jurisprudenca do të bëhet në gjuhën shqipe? Jo, sepse është ka përparuar ndjeshëm zgjedhja për të cilën ne kemi premtuar, edhe me sigurinë në javët në vazhdim do të kemi një zgjidhje konkrete. Pse nuk është zgjidhur deri më tani? Ku ka ngecë problemi? Çfarë është problemi se ju, domethënë kur them ju, përfaqësuesit e vlenit para një muaji kanë paralajmëruar bombastikisht në rrjetet sociale se është zgjidhur këtë çështje dhe provimi i jurisprudencës do të jepet në gjuhën shqipe, mirë, po para disa ditësh kryeministri tha se ende asgjë nuk është dakorduar. Unë vetëm mund t'ju them një gjë. Përfundimisht kërkesa e shqiptarëve, e studentëve shqiptar ke që provimi të jepet në gjuhën shqipe dhe studentët shqiptar do ta japën provimin në gjuhën shqipe. Nuk do të jetë pak shqip, pak maqedonisht? Provimi do të jetë në gjuhën shqipe, o taj. Tërësisht. Tërësisht. Pra, sa i përket ligjit për përfaqësim të drejtë, të cileve kohët e fundit është bërë të themi një mollsheri mes opozitës dhe pozitës shqiptare, më tregoni se kush po e thot zonja Musa të vërtetën, Vleni apo BDI-ja, për ligjin për përfaqësim të drejtë? Nuk mund të flasëm për një të vërtetë, e cila është dashur të realizohet që nga 12 Reshi. Andaj unë në këtë rast them që Vleni po e thot të vërtetën, jemi duke bërë një parim kushtetues duke kthyer në ligj, andaj do duhej, ne nuk themi që jemi të bërë një ligj të përkryer, ka një në ligj që thuhet se pas 5 viteve do bëhet evaluimi i ligjit, në qoftë se i ka shërbyer institucioneve dhe në atë rast mund të bëjmë edhe ndryshimin dhe plotësimin e ligjit. Po kritika më kryesore është se ky ligj, po thot opozita, nuk ka masa ndërshkuese për institucionet që nuk do ta respektojnë. A është e vërtetë këtë? Nuk ka gjoba, po ka sanksione. Cilat janë ato? Në bazë të cilave ligje dhe akteve nënligjore do të thirreni? Ju them kështu, domethënë gjobat, në qoftë se një ligj ka gjoba, i bie që një funksionar, një institucion bën pagesën e gjobës dhe mund të vazhdojë avazin e mos respektimit të ligjit, ndërsa sanksionet janë me përgjegjësi politike. Të paktën një herë në vit, domethënë raporti, secili institucion duhet të dërgojë raport tek trupi koordinues, dhe në qoftë se nuk është respektuar përfaqësimi i drejtë sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, ka përgjegjësi politike që do të thonë shkarkim të një funksionari. A pse vendosët këtë ligj ta sillni me badinter të vogël, për të cilën kjo u bë me kritikë? Kjo është domethënë sipas ligjit për Komitetit të Marrëdhënieve ndëretnike, shkruan saktë se cilat ligje duhet të sillen me badinter të vogël. Edhe ky është njëri ndër ato ligjet këtu përfshin ligje domethënë për deri më tani badinteri i vogël, sa e di unë, nuk është praktikuar asnjëherë deri më tani. Për herë të parë, badinteri i vogël i kemi dëgjuar. Të gjitha ligjet për arsime dhe kulturë kalojnë me badinter të vogël. Pra si mund të jemi sigurt se ky ligj do të prodhojë efekte reale në praktik, pasi që do të miratohet gjithmonë? Ne urojmë që të sjellë ligje konkrete në praktik. Ajo që ju thash, ka dy masa për të gjitha ata që vetë deklarohen rreshëm, ata e kanë domethënë të ndaluar për 3 muaj të aplikojnë në konkurse të institucioneve publike, dhe kemi përgjegjësinë politike të funksionarëve të cilët do duhet të japin. Po, shumë sinqerisht, apo përdore çështja e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat për, të themi, betejë politike, për përfitimin e pikave politike, qoftë nga opozita ose opozita nuk është më rëndësi. Po keq përdoret kohët e fundit apo jo? Unë konsideroj që është keq përdorur shumë nga opozita në këtë rast, sepse
në një farë mënyre po vajtojnë se u hoq balansuesi cili u nënshkrua nga vetë funksionarët e opozitës që të tërhiqet sepse nuk i ka shërbyer. Është keq përdor më herët. Është keq përdor. Bile edhe është keq përdor deri në atë sa ka pasur statistika të gabuara për institucionet se sa është përfaqësimi i drejtë. Kjo është ende më kemi raporte të shumë institucioneve në të cilat thuhet se përqindja e një komuniteti është shumë e lartë, por në realitet është shumë e vogël. A keni analizë brenda kësaj periudhe që mo nuk kemi mekanizmën e balancuesit dhe tani liq. A keni doni analizë mos vallë ndoshta është keq përdorur brenda kësaj periudhe? Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat? Jo, ne kemi vetëm një statistikë të përgjithshme sepse është rritur përfaqësimi adekuat edhe i drejtë në institucione për 0.5% në çdo institucion të shtetit. Dhe tani më tregoni se a do të ketë zgjedhjet e parakokshme para vitit 2028? Kjo ngelet për të parë, nuk në këndvështrimin tim Vleni e dëshmoi veten në zgjedhjet parlamentare dhe në zgjedhjet lokale. Në aspekt të votave dhe të legitimitetit nuk konsideroj se duhet të kemi zgjedhjet parakoshme. Jeni gati për një sfidë të tillë të Sigurisht, zgjedhjeve? ne jemi gjithmonë gati për zgjedhje, por në të kundërtën, unë mendoj që legitimiteti i Vlenit është dëshmuar në 2 ciklet e fundit zgjedhore. Tani ngelet vetëm të punohet, ashtu si kemi nisur këtë periudhë të punojmë sa më shumë, edhe të sjellim ligje, të bëjmë projekte për të cilët qytetarët na kanë votuar dhe mirëpresin rezultate. Dhe kur jemi duke biseduar edhe për pjesën e rekonstruimit dhe jurisprudencës, gjithmonë unë do doja t'ju pyesja, mos vallë po e kërkoni dhe Ministrinë e Drejtësisë për të cilën nuk do të keni probleme me ministrin aktual, po do ta drejtoni ju. E kërkoni Ministrinë e Drejtësisë? Ashtu si që thash, liderët kanë qenë sot në ora 2 në mbledhje me kryeministrin, të duhet të shihet çfarë është marrë vesh, nuk kemi takuar pas. Keni synim ta keni? Do ishte një ndër ministri që është më me vlerë, andaj do kisha thënë që po. Dhe do të zgjidhet jurisprudenca, besoj unë. Nuk do të ketë interpretim. Jurisprudenca do zgjidhet gjithsesi, qoftë kemi Ministrinë e Drejtësisë apo jo, do zgjidhet gjithsesi, por në qoftë se kemi edhe Ministrinë e Drejtësisë, është një ndër ministrit që unë konsideroj që është më me vlerë për të pasur për vlerë. Ju ftoj të ulemi për të diskutuar më hollësisht. Urdhëroni zonja Musa. Faleminderit. Të nderuar shikues, jemi në pjesën e dytë të intervistës 1+1. E ftuara jonë është nën kryetarja e Vlenit dhe një herë edhe deputetja e Vlenit, Mimoza Musa. Ndërkohë ne vazhdojmë të bisedojmë për rikonstruimin e qeverisë. Çfarë nuk funksionoi që u kriju nevoja për rikonstruim pas pothuajse 2 vite qeverisjeje? Nuk ka ndodhur asgjë. Nuk duhet perceptohet rekonstruimi sikur ka ndodhur diçka. Në çdo qeveri është normale të ketë refreskim të figurave, të funksionarëve, të ministrave. Në këtë frymë edhe sjellim energji të reja, vizione të reja të udhëheqjes të gjenerimit të politikave dhe sigurisht unë mendoj që e gjithë qeveria ka nevojë ndoshta për një frymë të re për të parë se ku jemi edhe vetë ne edhe të çojmë përpara të gjitha ato që kemi synuar të sjellim që nga fillimi. Në fillim e përmendet se kanë filluar sot takimin mes liderëve ose partnerëve të koalicionit, po më tregoni se a keni hyrë në këto bisedime me kërkesa konkrete apo ende jo? Jo, nuk ka pasur kërkesa konkrete. Ngelet të shife, domethënë do diskutohet së bashku me kryeministrin se cilat resore mund të ndrohen apo mund të kemi kombinime të reja të figurave. Po sigurisht se keni bërë një listë brenda Vlenit se të emrave që do ta propozojnë në qeveri. Nuk është që nuk... Jo, ne pak a shumë, domethënë kemi parë mes nesh kemi diskutuar një skenar të mundshëm që mund të ndodhë. Versioni A, versioni B, të emrave. Jo të emrave, të resoreve, të emrave jo. Realisht nuk kemi diskutuar sepse nuk janë vendime që merren në presidencë, diskutohen në presidencë, po sigurisht do të shqirtohen edhe me organe tjera të Vlenit. Cilat dikastere e keni targetuar nëse mund t'i themi, përveç Ministrisë së Drejtësisë, të cilët jeni gatshëm edhe ta merrni, ta drejtoni? Realisht për ne është shumë e rëndësishme t'i ruajmë këto dikastere që i kemi. Prandaj po thashë nuk kemi hyrë në tema si cilat ministri mund të ndrohen. Ne jemi të kënaqur deri tash me performancën e gjithë funksionarëve. Sigurisht ngelet të shihet edhe raporti të cilën ju thash se po e përgatitim si Vlen të gjithë funksionarëve, jo vetëm të ministrive, po edhe të drejtorive, të gjitha drejtorive. Për 2 vjetorin e qeverisë. Për 2 vjetorin e qeverisjes dhe do të shohëm, domethënë,
si ka qenë performanca e secilit funksionar, drejtor, ministër, edhe nëse dikush nuk ka qenë në nivelin të cilin ne e kemi pretenduar të jemi, sigurisht që të ketë edhe ndrime të tillë. Ju po thoni se synoni të mbani këto vende që i keni aktualisht, por apo negocioni si partneri barabart me VMRO-n, apo prisni ofertën konkrete për të cilën do t'ju e jep kryeministri? Negociatat i kemi bërë në fillim në 2024, kur kemi filluar të qeverisim. Tani jemi në bisedime, dhe me thonë që jemi partner të barabart, të shohëm që së bashku të krijojmë një formacion të ri i cili sigurisht do sjellë rifreskim të qeverisë. Më tregoni se kryeministri tha se fillimisht se do të rishikohet vizioni i përbashkët i qeverisë. Në këtë drejtim kur e lexova unë edhe këtë para disa ditësh, pak më la për të hutuar. Më shpjegoni se cilin vizion po e shqyrtoni pas 2 vite qeverisja, a ka pasur ndoshta mos pajtime mes partnerëve ose kuadrove të partnerëve, se jeni edhe partia e di edhe kështu me radhë. Cilin vizion i përbashkët e përshqyrtoni? Shikoni, unë nuk mendoj që vizion të përbashkët flitet për një vizion të përbashkët, sepse vizioni i përbashkët është caktuar ashtu si ju thash në fillim në prill të 2024, kur ka filluar qeverisja. Unë mendoj që është nxjerrë ndoshta nga konteksti kryeministri, apo në pjesë të sipërme kryeministri është hutuar. Jo, ishte përgjigje pikërisht kështu siç po ja them, vizioni i përbashkët për ta rishikuar dhe mandej shkojmë me emra konkrete, me ndarje dikasterëve kështu. Kështu bukvalisht o kon deklarata dhe për këtë arsye më bëri. Vizioni i përbashkët fillon, nuk kemi pasur probleme. Nuk ka rrezik, nuk është cënuar vizioni i përbashkët. Jo, as pak nuk është cënuar vizioni i përbashkët. Ne jemi domethënë partner që nga 2024, atëherë është vendosur vizioni të cilin do të udhëhiqet kjo qeveri, edhe me siguri është perceptuar në kontekstin apo vazhdojmë të njëjtin havasi që kemi filluar më herët. Cili do të jetë profili i qeverisë së re? Çfarë do të ndryshojë konkretisht për qytetarët, respektivisht për shqiptarët? Çfarë mund të presim? Sot kanë filluar takimet, sa kohë do të zgjaten? Keni ndonjë agjende caktuar? Jo, me siguri dhe me thënë sot do jetë takimi fillestar mes liderëve dhe kryeministrit, pastaj do të ulet presidenca e Vlenit të diskutoj për cilët resore, dhe me thonë, do ishte benefit për ne, do të ishte që të bëhet ndrim apo të ndrohet në një figurë, do të rishqyrtohet edhe raporti i funksionarëve dhe drejtorëve, edhe pastaj do të ketë edhe një takim për të marrë vesh si përfundim. Zonja Musa, pikërisht për këtë që po thoni tani, a bëhet fjalë për largime për shkak të performancës së dobët të disave, apo kemi të bëjmë me të themi për rishpërndarje politike të posteve kështu me radhë? Unë mendoj që është rishpërndarje e re të posteve mes partnerëve të koalicionit, sepse nuk flitet për rishpërndarje vetëm mes Vlenit edhe VMRO-s në këtë rast, po flitet edhe për një shpërndarje edhe mes Namit në njëjtën kohë. Më tregoni se për cilave ministra dhe kuadrë të Vlenit jeni të kënaqur dhe cilave jo, shumë sinqerisht. Përveç Fatmir Limanit. Sinqerisht po u them, ne jemi në përgjithësi të kënaqur, po do të ngelet të shihet nga raporti që u përmenda, që është nënshkruar në 100 ditëshin e parë të qeverisjes së Vlenit. Po 100 ditëshin e parë, ato kanë firmosur gjithë vetë se ne zotohemi të udhëheqim, të punojmë me ndershmëri edhe t'ju shërbejmë qytetarëve. Jemi në përfundim të raportit. Në fundjavë, më së voni diku deri ka dita hënë, do të shqyrtohet raporti dhe mund. Në përgjithësi, dhe me thonë deri tash nuk ka pasur as ankesa për ndonjë funksionar se nuk ka qenë në krye të detyrës. Do të thonë nuk mundemi me tregu sonte se ndonjë ministër aktual shqiptar rrezikon të jetë të largohet dhe që ai vend që e keni pasur më herët nuk do ta mbani. Këtë e kam. Sigurisht të gjitha resoret që i kemi pasur nga fillimi i qeverisjes vazhdojmë të kemi. Për rastin e Fatmir Limanit nuk e di a kemi diçka për të shtuar, përveç se është largimi çështje performance apo përplasje politike, e cila ju po thoni se ai vetë u ka larguar nga. Unë ju përmenda që Vlenin asnjë çast nuk ka gjeneruar politika përjashtuese. Dhe në rastin e Fatmir Limanit nuk është që ne e kemi thënë largohu. Në këtë rast, ai ka bërë si edhe në vetë, në një intervistë tjetër kam thënë që Fatmir Limani vazhdon të jetë ministri i Vlenit derisa ai nuk deklaron ndryshe. Në momentin që ai deklaron ndryshe, atëherë i bie që vetë përjashtohet. Të flasim për jurisprudencën në Shqip, ju thatë se do të ketë zgjidhje shumë shpejt, po sa kohë do duhet që kjo çështje të mbyllet përfundimisht, sepse edhe në fillim e thashtë emisionit se është një çështje të mbetur pezull, ndoshta ju thoni me dekada e kështu me radhë, por ndërkohë kur kemi një subjekt i cili ka paralajmëruar zonja Musa se do të zgjidhet, por deklaratat e fundit nga kryeministri po thotë asgjë nuk është. Kur mund të presim se provimi i jurisprudencës do të jetë tërësisht në gjuhën shqipe ashtu siç paralajmërohet edhe një herë?
Ligji i jurisprudencës është përpiluar në vitin 2019, pastaj është sjellur në vitin 2020. Edhe në atë ligj nuk është asnjë dispozit ligjore, nuk parashes sakt gjuhën në të cilën duhet të jepet provimi. Tani, unë kur është puna për afate, gjithmonë jam shumë e rezervuar, se nuk do kisha dashur të jap një afat dhe pastaj mos realizohet ky afat për të cilën do duhej patjetër të zgjidhet ky problem i studentëve. Ajo që mund të them me shumë përgjegjësi edhe me ndërgjegjje që ky problem edhe kërkesa e studentëve që provimi i jurisprudencës të jepet në gjuhën shqipe do të jepet tërësisht në gjuhën shqipe, jo të kombinuar me gjuhën. Ashtu siç ka qenë kërkesa e studentëve, ta japin të flasim shqip o taj, unë them që këta studentë do japën provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Për kësaj problematike do të zgjidhni dhe do një çështje dhe një provim tjetër të është paralajmëruar, tani jemi domethënë në përpilimin në fakt në përpilimin e një liste të gjitha certifikatave profesionale dhe edhe provime profesionale të studentëve, që të gjitha t'i zgjedhim në një herë për gjithmonë mirë, t'ju mundsojmë studentëve shqiptar të japën këto provime në gjuhën e tyre anëtare. Tani kur jemi për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuate, të cilën ne edhe në fillim e prekëm, më tregoni se kuvendi u shndërruar në arenë akuzash mes Vlenis dhe BDI-s. Tani kush po e manipulon opinionin publik, sepse edhe ne si media dhe si gazetarë të cilët përcjellim, jemi të hotuar se kush po e thotë të vërtetën, sa i përket masave, mekanizmave ndëshkuese të themi për institucionet të cilat nuk do ta respektojnë këtë ligj. Kjo tema e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat është shumë aktuale pasi kaloi leximi i parë në kuvent për ligjin. Është e vërtetë që ka pasur përplasje mes opozitës dhe pozitës në bazë ditore në kuvent. Në kuvent në bazë ditore, sigurisht, pasi atë që nuk është zgjidh që nga 2003, që i duhet i ishte që është parim kushtetues, që rrjedh nga marrëveshja e Ohrit, nuk është zgjedhur edhe tani përfundimisht Vleni për 24 muaj po e zgjedh. Unë është kuptueshme, domethënë gjithë kjo zhurmë rreth këtij ligji. Ata e ngrenë balansuesin në nivel që i ka shërbyer Opozita është skeptike, ma falë që ndërpres, opozita është skeptike se nuk ka mekanizma me të cilën do të detyron institucionet dhe funksionarët të zbatojnë këtë ligj. A ka sankcion më të lartë se sa përgjegjësia politike? Ti zgjedhës nga qytetarët dhe në qoftë se nuk ju shërben atyre ti shkarkohesh. Kjo është përgjegjësia më e lartë që çdo funksionar duhet ta ketë në institucionin e vet dhe ndaj atyre që e kanë përzgjedhur. Çfarë mendimi keni si Vlen për propozim ligjin e Partisë së Zgjidhjes Selës? Më duket se ai propozoi një ligj të unë nuk do kisha dashur të komentoj sepse e keni lexuar? Realisht ju them e kam lexuar disa pjesë, por nuk dua ta komentoj për shkak të se kam qenë një herë pjesë e Partisë së Kryeministri paralajmëroi se përmes disa akteve dhe mekanizmave nënligjore do të shqiptohen edhe dënimet, por nuk e kam qartë. Kemi informacione deri në këtë moment përmes cilave mekanizma dhe akteve nënligjore do të shqiptohen sanksionet, gjobat e kështu me radhë? Për ligjin aktual të cilën ju përveç përgjegjësisë politike që e themi, që do duhej secili funksionar të jep raporte të paktën një herë në vit, po mund të jetë çdo 3 muaj një raport përpara trupit koordinues. Unë ju përmenda dhe vazhdoj ta them me gojën plot që nuk ka përgjegjësi më të madhe se sa përgjegjësia politike ndaj atyre që të kanë sjellur në opozitë edhe ndaj shërbimit ndaj atyre. Po sigurisht, pas 5 vjetëve do bëhet evaluimi. Nuk është zonja Musa se e kemi përforcuar vetëdijsimin për përfaqësimin politik edhe kështu me radhë se nuk mendoj se duan saktë institucionet të cilat nuk respektojnë mekanizmat saktë për t'i detyruar. Nuk është edhe thjesht unë jam shumë kundër edhe për mekanizmat gjobat. Po edhe gjoba nuk është se detyron një funksionar të zbatojë dhe një ligj në formën e plotë të tij, sepse funksionari mund të bëjë pagesën e gjobës nga 5.000 euro, 2.000 euro. Po, varet dhe sa do t'jene. Për nuk e di atë hym fell bisedës se sa do t'jenë gjobat. Gjoba deri tash nuk është se kanë detyruar. E kanë dhënë efekte. Përgjegjësia politike domethënë shkon më lart. Mbetet domethënë kompetencat e trupit koordinues në qoftë se sheh parregullsi të shkarkojë një ministër, një funksionar. A jeni gati të pranoni për shembull amandamentet e BDI-s nëse ato përmirësojnë ligjin, të themi?
Sigurisht në çdo amandament që është në përmirësim për ta bërë ligjen ende më të aplikueshëm më të mirë, ne jemi të gatshëm ta pranojmë çfarë. Kur përapërsisht tani ka kaluar në lexim të parë, kur prioritet leximi i dytë duhet të jetë të martë në seancë, në komision në fakt, edhe pastaj do duhet sillet nga fundi i javës. Uroj që duhet sillet. Dhe më tregoni kur jemi duke biseduar për vlen VMRO opozitën kështu, a jeni sot partner strategjik i VMRO-s vetëm si partner numerik në qeveri, siç u akuzon vazhdimisht opozita, apo është realiteti ndryshe? Realiteti është ndryshe. Ne jemi partner, të cilët vizione dhe qëllime të kësaj qeverie kemi përpilluar së bashku, një herë mirë, domethënë kur ka filluar qeverisja, tani jemi në fazën e zgjedhjes të problemeve, të bërit të projekte në shërbim të qytetarëve. Gjitha këto akuza që kohët e fundit po i dëgjojmë, qoftë për provimin e jurisprudencës, qoftë për ligjin aktual për përfaqësim të drejtë, të cilët e vleni kthehet 10-20 vite më parë dhe bën rekapitulatimin e BDI-s. Më tregoni, a është në dëm të shqiptarëve aktualisht dhe si ti parandalojmë këto gjëra nëse vërtet po thuhet se ligji do të sjellë përfaqësim të drejtë adekuat edhe kështu me radhë? Tani, gjitha ligjet sillen konform rrethanave kohore dhe politike. Edhe ligji për gjuhët, po ta shihni ka mangësitë e veta, vazhdon të ketë si aplikimi i tij në gjyqësor është i limituar, por gjithsesi ne i kemi dhënë një mbështetje sepse ka qenë për të mirë. Tani është hapësira, domethënë, për të ndryshuar. Edhe ligji për përfaqësim të drejtë. Ne kemi shënuar vetë në fund të ligjit që do të bëhet evaluim pas vjetë, a është në shërbim, a i ka shërbyer përfaqësimit të drejtë dhe adekuat ky ligj në institucione, në qoftë se jo, tani, ajo që po thoni... E kam fjalën, a mendoni se betejë politike mes opozitës dhe pozitës po e dëmton zgjidhjen e çështjeve që prekin shqiptarët në këtë drejtim e pata pyetjen? Në qoftë se gjitha këto zgjedhje punohen me seriozitet dhe punohet që të zgjidhen një herë për gjithmonë dhe mos kemi zgjidhje gjysmake, këta zgjedhje, këta ligje, këta projekte do i shërbejnë qytetarëve. Në qoftë se bëhen vetëm deri në një nivel dhe pastaj tërhiqemi, atëherë do kemi kështu probleme si vazhdojmë të kemi tash në qeveri. Çfarë mendimi keni për vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese në lidhje me emrat në Tetov? Për të cilën edhe kjo është bërë mollshjelli mes opozitë, BDI-s dhe... Po, vendimi i ndërimit të emrave të rrugëve dhe të sheshit të Tetovës është marrë në 2007 në Këshill, në Këshillin e asaj kohe, po vendimi i atill nuk ka shkuar në qeveri dhe është rrëzuar. Në fakt ka shkuar dhe nuk është pranuar një vendim e tillë. Kërkesa, iniciativa për ky vendim i Këshillit të 2007-s të rrëzohet është marrë nga një funksionar i Lidhjes Social-Demokrate në fillim të 2025-s, shumë vite domethënë para se pas sjell një vendim i tillë, i cili nuk ka shkuar deri në fund. Ju thoni se BDI ka fajt këtë. Po nuk mund për shembull të... BDI apo thot aktualisht, a e kuptoni se ku kanë mbetur, ku jemi, sa jemi të hutuar si qytetar, si qytetar të rënd? Unë ju kuptoj plotësisht, për shembull, në qoftë se minimumi që duhet BDI-ja të thotë që ne kemi nisur iniciativën, por nuk kemi pasur sukses ta kalojmë në qeveri. Dhe tani në qoftë se ju e festoni si fitoren tuaj dhe në regjistrin qendror nuk janë të shënuara emrat e ri, atëherë i bie që po manipuloni me qytetarët në këtë rast. Sepse një vendim i tillë domethënë nuk ka kaluar në qeveri, në regjistrin qendror emrat e vjetër të rrugëve dhe të shesheve ekzistojnë, në vullnet të institucioneve, në Tetov, të kompanive, janë përdorur emrat e ri, ashtu si që kemi përdorur gjithë ne, sepse ne jemi për të përdorur këtë emrat e ri, tani është krijuar domethënë një grup i ri në Këshillin e Tetovës, i cili punon për ndrimin e të gjithë emrave të rrugëve të Tetovës, por që do bëhet një herë përgjithmonë që të jetë edhe me vendim qeveri, ashtu siç janë ndruar emrat e rrugëve në komunën e Çajirit në procedurë të rregullt ligjore dhe tani askush nuk mund të dalë të thotë. Sa do zgjatet kjo procedurë? Nuk di të them sakt, domethënë unë me sa e di ka ca javë që është mbledhur, që është formuar grupi i cili do bëjë riemërtimin në Këshill, që është të riemërtohen rrugët. Në përfundim të gjithë rrugëve do dalen me një zgjedhje
konkrete dhe që do duhet të ishte zgjedhje përfundimtare. Zonja Musa, do doja të ndaleshim te zgjedhjet e parakohshme parlamentare, të cilët shpesh po i dëgjojmë nga përfaqësues të ndryshëm politik në pushtet. Tani sipas jush do të ketë zgjedhje para 2028-s, shumë sinqerisht u pyes, apo jo? Si e shihni ju si politikanen në kryetare e Vlenit dhe pse po shpeshtohet retorika për zgjedhje? Kjo retorikë për të pasur zgjedhje të parakohshme parlamentare është përmendur kohëve të fundit më shumë nga opozita se sa nga... Po jo, ka pasur deklarata edhe nga kryeministri në këtë drejtim, të cilët thotë ne jemi gati, por unë do doja e them... Në aspekt se a jemi gati në aspektin organizativ edhe të kapaciteteve, sigurisht që jemi gati në çdo kohë të shkojmë në zgjedhje të parakohshme parlamentare, por nuk është qëllimi që ky. Nuk i druani opozitës. Nuk i druemi asnjë vendimi të qytetarit, asnjë përzgjedhje të qytetarit, këtë po them. Nuk i druhemi proceseve, por që në qoftë se çdo 2 vite merret nga buxheti i shtetit dhe investohet në zgjedhje dhe nuk investohet në projekte konkrete, atëherë i gjithë shteti ka dështuar. Qëllimi i kësaj qeveri është të mbarojë ato projekte të cilat kanë filluar. Kemi përpara, domethënë ju thash autostradën Shkup-Llac, Kur do të fillojnë punimet për Shkup-Llac? Me informacionet që i kam unë do të fillojnë në fund të muajit korrik. Korrik. Po. Dhe sa do zgjatin? Nuk mund t'ju them, nuk kam informata të sakta, nuk do kisha janë gjetur, domethënë janë siguruara? Po, të gjitha mjetet janë të siguruara. Përveç kësaj çfarë tjetër e keni kështu si pika kryesore? Sigurisht, domethënë. Që i përmendëm pak më herët? Ne që i kemi mbyllur, domethënë autostrada Shkup-Llac, korridori 8, ligjin e medreses e kemi mbyllur që ka qenë domethënë një ndër statuti i Universitetit Nën Terezës. Pse 2 kilometrat e para kur jemi te autostrada, pse 2 kilometrat e para Shkup-Llac nuk e lishon përdorim, nuk ka mundësi teknike apo çfarë është problemi? Realisht nuk kam informacione të sakta, më mirë do të... Por derisa është lëshuar tashmë disa muaj ose një vjet? Do duhej më mirë të drejtoni pyetjen drejt zëvendës ministres të transportit apo edhe vetë ministrit të transportit. Në rregull. Më tregoni tani, unë kaq pyetje pata për këtë intervistë. Nëse keni diçka për të shtuar që mendoni se ndoshta nuk i kemi prekur, udhroni, minutat në vazhdim janë për ju si për çdo musafir që kemi në këtë program. Ju faleminderit, unë mendoj që gjitha pikat që janë aktuale të kësaj kohe e kemi përmendur. Mua më ngelet veç të falenderoj për hapësirën, për të treguar se çfarë ndodhet, për të treguar se Vleni po punon drejt asaj që kemi premtuar në fillim, edhe uroj që të jetë një mandat i suksesshëm deri në fund. Faleminderit shumë. Domethënë ky rekonstruim, nëse rumbullaksojmë gjithë intervistën, nuk është rekonstruimi, nuk është për të forcuar qeverinë, është për të forcuar qeverinë, por nuk është për të parandaluar të themi ose shmangur zgjedhjet e parakohshme parlamentare, të cilat çdo ditë po fliten edhe më shumë. Jo, domethënë ky rekonstruim është ashtu siç u thash për të sjellur energji të reja, për vizionin një, por në një mënyrë pak më ndryshe. Faleminderit që morët pjesë në intervistën 1+1. Faleminderit juve. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka që përgatita sonte për juve. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë mirupafshim javën e ardhshme, ndërsa ju vazhdoni të qëndroni me programin tonë.